Komisioni Qendror I Zgjedhjeve certifikoi rezultatin dhe shpalli fituesit e dy bashkive më të mëdha të zgjedhjeve të pjesëshme lokale të 9 nëntorit, Vlorës dhe Beratit. Atëherë miratojmë tabelën përmbledhëse të rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Vlorë sipas lidhjes që do t'i bashkëlidhet I vendimi dhe shpallen si kandidate fitues të zonjës Brunilda Flamur Mersini, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Atëherë miratojmë tabelën përmbledhëse të rezultatit për zgjedhjen për kryetarin e bashkisë Berat sipas lidhjes 1 që do t'i bashkëlidhet I vendimi, duke shpallur kandidat fitues të këtyre zgjedhjeve, zotin Ervin Lazar Ceca, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Brunilda Mersini e Partisë Socialiste fitoi në Vlorë me 15.672 vota, apo 78.44%, një rekord ky në qytetin bregdetar, ndonse u shënua dhe pjesëmarrja më e ulët e votuesve, 12.54%. Rekord u shënua edhe në Berat. Ervin Ceca I Partisë Socialiste fitoi me 13.050 vota, ose 83.35% të votave. Këta të dy do të jenë kryebashkiaktë e rinj të Vlorës dhe Beratit deri në pranverën e vitit 2027. Edhe në tre bashkitë e tjera më të vogla, Tepelen, Mate, Cërik, Partia Socialiste fitoi bindshëm me rezultat të thellë, rezultatet e të cilave pritet në vijim t'i certifikojë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve për të shpallur fituesit Gramos Sakon, Altin Bojnin dhe Florenc Dokën, kurse opozita ishte thuajse inekzistente, me një rënje drastike të votave krahasuar me 2 vite më parë. Kandidatët e pavarur të opozitës duket se nuk kanë pretendime për humbjen e këtyre zgjedhjeve.